Besoj që morë shumë përgjigje sa i përket pikpyetjeve të këngëtares Dhurata Dore. Tani kalojmë në një tjetër material që ka të bëjë me një këngëtare e cila po vazhdon karrierën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po bën shumë bujë këto kohëve të fundit. E kam fjalën për Bebe Rexhën, ku sonte ju sillim në material enkas për të që nga fillimet e saj të para e deri në ditët e sotme. Ne ndjekim bashkë Bebe Rexhën. Bring your aura. Kur emri i Rita Orës filloi të përflitej në mediat më serioze të muzikës ndërkombëtare, i gjithë populli shqiptar u bë krenar. Askush nuk do ta mendonte që për kaq pak vite, këngëtarë me origjinë shqiptare do të ngjiteshin shpejt në diskografinë botërore. Tashmë numërojmë disa emra që ka publikuar produksione muzikore serioze dhe janë pëlqyer e distribuar nga logo të rëndësishme të muzikës internacionale. Një ndër emra që për momentin po del të jetë shqiptarja më e suksesshme është Bibi Rexha. Extremely cool. Come, you hug your daughter. Look at this. Bibi and her father hugging each other. What is your background, by the way? I'm Albanian. Albanian. Me këtë bashkëpunim, Bleta Rexha, e njohur me emrin artistik si Bibi Rexha, debutoi në skenë. Një projekt që bëri shumë kur t'i kthej syt nga ajo, por nuk ishte qesi i suksesit për të. Friends with a monster, the sons of my get along with the voices inside. Kënga që e kishte shkruar për vete, Monster Under My Bed, u bë hit global, por që nuk u këndua. Monster u bë kapitull i mbyllur dhe erdhën shumë këngë pasaj si I'm Gonna Show You Crazy e I Can Stop Drinking About You, por që epitetin e një ylli e mori fal 3 bashkëpunimeve të fundit. Jo hit, për mediat botërore e cilësuan si him të verës projektin Hey Mama nga David Guetta, Nicki Minaj e Afrojack. Askund nuk u pa emri i Bibi Rexhës, e cila u shtua pas shumë artikujve të mediave prestigjioze, të cilët reaguan për mohem të këngëtares. Duke u plotësuar emri i artistëve edhe me të shqiptares, karriera e saj filloi të shkëlqej. Madje në festivalin e iHeart, Rexha u ngjit në skenë për të Jo vetëm kaq, para pak dite, performanca e Bibi Rexhës dhe G-Eazy në iHeart Music Awards ishte ndër aktet kryesore të mbrëmjes. Për një kohë të shkurtër, të gjitha këto arritje